Diç Nasruddin Albani, Allah e mëshiro, djetari më i madh i kohës shekullit 20-21, ka qenë për hadith, sot kemi trojë tona shqiptarë, Sadullah Bajrami për hadith. Kemi Beqira Halimi, kemi Ferit Selimi, djetarë kemi shumë. Çka na duhet neve? Pra çka na duhet neve? Neve na duhet vetëm thonje të kësile, çka na thënë neve, pi Allah dhe të pejgamberit, në praktikisht. Thashë Allahu, unë ju garantoj, mrena 24 orëve, Allahu ka me lëshu rahmet të ne. Se Allahu t'i vjen mare, Allah s.w.t. i vjen mare, ti ju përmbajt dinit këti, ju përmbajt dinit Allah, ta e të t'lone në konti që të kërët. Inna Allahe la ju gajjiru, ma bi qaumin hatta ju gajjiru ma bi anfusihim, suratul Ra'd. Është një ajet, thot Allahu nuk e ndryshon gjendjen e Haxhis, gjendjen e filanit, derisa ti o vlla vjen nuk fillon me ndryshu gjendjen tonë. Jebi besë Allahu Dhul Xhelal se kemi urdhnu ka e mira dhe kemi ndalu nga e keqa, let tjetë kush tjetë për para. Po, na si musliman nuk duhet me ul kokën para asë një zullumqari, se fundit nuk ka me në ndodh asë gjë, veç asaj që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Me kontrim i guximshëm, faqebardh, me edhon jetën për të vërtetën nëse ka nevojë. Po, vazhdimisht, ky popull shqiptar, që në këtë popull ka iman, na vin lajmet edhe myshdet e burrave, e trimave, që jazbardhi ftyrën këtij vendit e këtij popullit. Që njerëzit e flojnë jetën për të mbrojt një vëllai vetin musliman, ku do qoftë ai. Andaj jo rastisht sot gjithë sabah u dridhëm, dikush për neve u mërzit, e dikush i erë si myshde, rënja në betej e njerit prej bilbylave të Shkupit, afës amimut. Allahu xhenet inshallah ja bën, i cili i zbukuron të xhamia tona me zërin e bukur të tij. Por kjo mërzi ose lot i mallëngjimit, i respektit dhe nderimit do të jetë sebeb që na me vazhdu rrugën e khejrit dhe të mirës, se kjo botë ka pas shahidat mëdhej për para, vazhdimisht edhe ka me dhonë, duke mos haru khejrin dhe të mirën që ata e kanë bon. Dhe na të vazhdojmë me premtime dhënë Allahu Dhul Xhelal për të fitue betejat e khejrit këtë botë, ose për të fitue xhenetin në ahiret. Andaj shfrytëzojmë rastin që të bëjmë dua, o Allah, mundësëja firdausin më të lartë në xhenet. Edhe o Allah, familja e ti është amanet të ti, e ka kush e ruan amanetin më mirë se ti. Se dikush hin vezvese dhe shejtani dhe kujton se nëse dikush bie dëshmor shahid në vendit e xhihadit, se pastaj jetë keq dikush mas ti, nëse njeriu e ruan një herë, Allahu Dhul Xhelal e ruan 10 herë dhe 100 herë. Andaj për mos me tepru, të bëjmë dua sinqert, secili për veten e vet, për imanin e tij dhe familjen e tij. Allahu të gjithëve adhurimet në i pranon, edhe të gjithëve në xhenet na çon, edhe shoqëritë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na vendon. Wallahu ta'ala a'la wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.